Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi i jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojnë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente është bashkuar me mua e ftuara për sot Doriana Balli, punonjëse sociale pranë shkollës Pandelit Sale. Përshëndetje Doriana, kënaqësi të jemi së bashku. Falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi që jam në programin tuaj. Edhe për mua është një kënaqësi e veçantë, sepse her pas here jemi takuar, kemi zhvilluar biseda të ndryshme, por do doja që gjithçka që ka të bëjë me eksperiencën tënde në kuadër të profesionit ta ndash, pse jo edhe më tepër me gjithë ata që janë duke na ndjekur. Prandaj mund të ndash diçka më tepër për veten, si do ta përshkruaje profesionin e punonjësit social dhe çfarë e bën atë të veçantë për ty personalisht. Ashtu siç edhe më prezantuat, unë jam aktualisht punonjëse sociale në shkolla, punoj në shkollën Pandelit Sale, por kam 15 vjet që jam pranë në sistemin arsimor, punonjëse sociale në institucionet arsimore dhe sigurisht kam qenë në gjimnaze, kam qenë në shkolla profesionale, në shkolla nëntëvjeçare. Jam diplomuar në vitin 2007 në Fakultetin e Shkencave Sociale, në degën e punës sociale në Tiranë. Dhe para se të filloja në arsim, sigurisht që kam provuar të punoj edhe në sektor të tjerë të punës sociale, kam punuar në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale, kam punuar në OJF të ndryshme që ofronin shërbime për fëmijët në nevojë, por kryesisht ekspertizën edhe fokusin tim punës ja kam dedikuar fëmijëve me aftësitë kufizuara. Këtu e kam edhe, po themi, ekspertizën edhe më tej edhe jam doktoruar në fushën e aftësisë kufizuar, përsëri në Fakultetin e Shkencave Sociale në Tiranë. Edhe momentalisht ushtron profesionin pranë shkollës Pandelit Sale. Do ndalemi sot edhe më tepër tek ky profesion, por edhe tek problemet, sfidat, arritjet, mënyrën se si ju ndërveproni me mësuesit, me prindrit, me nxënësit. Dhe së pari dua të të pyes se tek qëllimi i profesionit punonjësit social, cili është qëllimi dhe çfarë bën atë të veçantë? Po, dhe unë para se të përgjigjesha për pyetjen, doja që edhe një herë t'ju përgëzoja për temën që keni zgjedhur, pasi në lidhje me profesionin e punës sociale dhe figurën profesionale të punonjësit social është folur shumë pak në mediat lokale. Dhe është një mundësi shumë e mirë që dhe ne të kemi mundësi të promovojmë profesionin, këtë figurë shumë të rëndësishme, veçanërisht për një vend si Shqipëria, që është një vend në zhvillim, një vend me probleme komplekse sociale, ekonomike dhe shumë e rëndësishme që ky profesion të promovohet edhe të marrë rëndësinë që i takon. Dega e punës sociale është hapur në vitin 1992 në Fakultetin e Shkencave Sociale, por atëherë ishte Fakulteti i Punës Sociale. Dhe që prej atëherë, gjatë këtyre 33 viteve, pra është konsoliduar profesioni punonjësit social, janë përmirësuar programet e studimit, janë zgjeruar programet e studimit dhe janë shtrirë këto programe edhe në universitetet të tjera, si për shembull në Elbasan, në Shkodër, por padyshim që janë krijuar edhe hapësira të reja punësimi për punonjësit social. Qëllimi i punës sociale si profesion është të përmirësoj funksionimin social të individëve. Që çfarë do të thotë funksionim social? Do të thotë raportet që individët krijojnë me njëri tjetrin në nivel ndërpersonal, por njëkohësisht edhe marrëdhëniet që krijojnë individët me institucionet sociale, sepse çdo individ gjatë jetës së tij përballet, përjeton problematika të ndryshme për cilat duhet të marrë një shërbim të specializuar. Dhe është pikërisht punonjësi social, ai profesionisti që bën të mundur të ndërlidhjen e klientëve në institucionet ku ai punon, ku është i atashuar me shërbimet sociale.
që klienti ka nevojë. Dhe ky pozicionim kaq i veçantë dhe unik i punonësit social, pra midis klientit dhe mjedisit të tij sociale, bën të veçantë këtë profesion edhe në raport me profesionet e tjera që ofrojnë ndihmë profesionale. Përgjatë këtyre viteve, nga eksperienca jote, mendon që njerëzit janë gjithmonë edhe më tepër të gatshëm të drejtohen një punonësi social për ndoshta problematika të ndryshme që ata mund të hasin? Ose si ka ndryshuar kjo qasje e njerëzve përgjatë viteve? Po sigurisht që është përmirësuar dhe nëse më përpara kanë qenë më të ngurtë për të ardhur dhe për të kërkuar shërbim tek punonësit social në institucionet ku ata punojnë, sot padyshim që dhe me promovimin e profesionit edhe me ngritjen e urdhrit të punonësit social që ka konsoliduar më tek këtë profesion, besoj që edhe klientët vinë edhe marrin më shumë shërbime nga punonësit social, kudo që ata janë më të ndërgjegjshëm për atë që u ofrohet, më shumë për shërbimin që u ofrohet. Në cilat fusha sektor ushtrohet profesioni punonësit social? Përposa asaj të shkollës, që në fakt jemi më të familiarizuar punonësi social në një shkollë. Po, siç edhe përmendam përpara që janë shtuar mundësitë e punësimit të punonësve social gjatë viteve të fundit si në sektorin publik ashtu dhe në sektorin privat. Punonësit social sot punojnë në sistemin shëndetësor, për shembull në spitale, në qendrat komunitare të shëndetit mendor. Së fundi është një shërbim që është futur rishtas edhe në qendrat shëndetësore. Po. Gjithashtu në shkolla në të gjitha nivelet që në Çer dhe Kopësht edhe në shkollat nëntëvjeçare dhe ato të mesme gjendet punonësi social. Në sistemin e drejtësisë punon në gjykata, punon në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale ose në burgjet. Mund punojnë në OJF të ndryshme, të cilat kanë në fokus dhe trajtojnë personat të cilët ne i konsiderojmë të pambrojtur ose vulnerabël, që mund të jenë fëmijët, mund të jenë të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, apo dhe kategori të tjera, dhe në çdo sektor që punon, kuptohet që profili profesional është i ndryshëm dhe protokollet e punës janë shumë specifike, janë të ndryshme. Megjithatë në thelb të asaj çfarë bën punonësi social, pra është identifikimi i pikave të forta të klientëve, fuqizimi i klientëve për të përballur në mënyrë efektive me problemet dhe të shërbyrit si një urë lidhëse midis klientëve dhe shërbimeve sociale për cilat ata kanë nevojë. Doriana, në këto momente ti na ke bërë një pasqyrë të përgjithshme të asaj që bën punonësi social, në cilat fusha sektora i ushtron profesionin e tij, por vetëm pas një ndërprerje të shkurtër muzikore, ne do të rikthehemi të fokusohemi konkretisht tek punonësi social pranë një shkolle, ashtu sikurse dhe ti je, për të përcjell pse jo edhe më tepër informacion për prindrit, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, të cilët ndoshta janë paksa edhe skeptikë për atë që një punonjës social mund të ofrojë në shkolla në lidhje me fëmijët e tyre, në lidhje me problemet edhe sfidat e ndryshme që hasin sot nxënësit në secilën shkollë ku ata mund të jenë. Por rikthehemi së bashku në studio për të vazhduar bisedën, menjëherë mbasi të kemi ndjekur këngën Dashuri e Perëndis kënduar nga Gloria Nura. Dashuri e Perëndis asnjëherë nuk ka kufi, është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes Spirit të Tij për të na çuar në liri. Zemra po të hap, dashuri e Ti do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e Ti. Dorën o Ti zgjas ati, haj
është e derdhur tek çdo njeri. Kjo e madhe dashuri dhënë përmes birit të tij për të na çuar në liri. Vetëm zemra po të hap, dashuri e ti do të vi, dhe shpejt jeta ime do jetë e ti. Dorën nuk t'i zjas ati, ai më merr me dëmshuri, dashuri e ti nuk ka kufi. Dashuri e ti nuk ka. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Dorianën, dhe duke qenë se unë përmenda edhe më sipër, ju jeni punojëse sociale pranë shkollës Pandelicale, cilat janë funksionet e një punojësi social pranë një shkolle në mënyrë që t'i japi më shumë informacion për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Puna sociale në shkolla është një disiplinë shumë praktike, por duhet të thënë që është një disiplinë sekondare, sepse qëllimi primar në shkolla është arsimimi i fëmijëve sigurisht, dhe figura Patjetër. kryesore është figura e mësuesit. Dhe puna jonë është e vështirë në qoftë se mungon bashkëpunimi të gjithë aktorëve, mësuesve, drejtuesve, nxënësve, prindërve. Do ishte tepër e vështirë që ne të arrinim sukses në punën tonë apo të realizonim ato objektivat që ne vendosim, në qoftë se nuk do të kishim këtë bashkëpunim. Në qoftë se do ta kategorizonim kështu në disa shtylla kryesore, puna jonë mund të ndahet në 3 shtylla kryesore. Së pari, ajo çfarë ne bëjmë është realizimi i veprimtarive vlerësuese, me qëllim identifikimin e problematikave të ndryshme që mund të ketë në shkollën ku ne jemi të atashuar. Edhe pse në shkollat problemet janë të ngjashme, pak a shumë janë të njëjtat problematika, por megjithatë çdo shkollë ka specifikat e veta. Ka problemet e veta, kjo ndikohet nga konteksti social, fakti nëse është një shkollë që ndodhet në një zonë urbane apo në një zonë rurale. Prandaj këto veprimtari vlerësuese ne na ndihmojnë për të identifikuar problemet specifike të shkollës, e këtë e bëjmë të mundur përmes realizimit të pyetësorëve, anketave, fokus grupeve, intervistave me nxënësit, me prindërit dhe me mësuesit, në mënyrë që të kemi një tablo sa më të qartë të problemeve që ka shkolla. Një nivel tjetër i ndërhyrjeve që ne realizojmë është trajtimi apo menaxhimi i situatave problematike. Pra kur ndodhemi përballë faktit që kemi probleme në shkollë, atëherë duhet patjetër që të realizojmë plane ndërhyrje në mënyrë që të kemi mundësi t'i menaxhojmë, t'i adresojmë këto lloj problemesh, dhe për këtë patjetër që e realizojmë në bashkëpunim edhe me aktorë të tjerë të shkollës, me mësuesit, me psikologët, në ato raste kur ka dhe oficer sigurie shkolla, është një shërbim që ofrohet edhe më i plot. Ndërsa niveli tjetër i ndërhyrjeve është ai që synon parandalimin e problemeve. Pra ne zhvillojmë veprimtari ndërgjegjësuese me nxënësit në mënyrë që të shmangim shfaqjen e fenomeneve apo dukurive të caktuara, apo që të frenojmë përshkallëzimin e tyre. Nëse kemi një problem, po themi, të bullizmit, atëherë ne fillojmë dhe bëjmë takime ndërgjegjësuese në klasën ku është shfaqur fenomeni, ose edhe më tej dhe në shkollë, në mënyrë që të mos e lejojmë përshkallëzimin e këtij fenomeni, sepse në të kundërt edhe menaxhimi i këtyre problemeve pastaj do të bëhej më i vështirë nëse do të kishim një përhapje më të madhe të tyre. Në disa shkolla, punojësit social ofrojnë shërbimin në bashkëpunim me psikologët, por në shkolla të caktuara mund të jetë psikolog ose punojës social, pra në shkolla që kanë një numër më të vogël nxënësish. Në ato shkolla ku janë të 2 specialistët, punojësi social do të fokusohet kryesisht tek vendosja e një marrëdhënie bashkëpunimi midis shkollës dhe familjes, pra për të afruar në një marrëdhënie pune më të afërt familjen, shkollën dhe komunitetin, në mënyrë që të ndihmonim nxënësin për të zhvilluar potencialin e tyre në aspektin fizik, emocional, social, dhe për t'ja u bërë eksperiencën shkollore sa më të bukur dhe sa më të këndshme. Jam shumë kurioztare, Doriana, të pyes për mënyrën se si identifikoni ndoshta ato problemet, sepse dihet të rinjt në ditët e sotme është e vështirë për qenë shumë afër tyre për të shprehur hapur ato shqetësimet, problemet që mund të hasin, ndonjëherë mbeten shumë të mbyllura këto lloj problemesh edhe në rrethin e tyre më të ngushtë në shoqëri. Dhe edhe prindrit nuk arrin të
kuptojnë këto lloj shqetësimesh që ata kanë. Prandaj si identifikoni? Prandaj përmendaj që metodat që ne përdorim janë nga më të ndryshmet. Ne mund të zhvillojmë pyetësor, të cilët janë ruajnë anonimatin e fëmijëve dhe aty ata kanë mundësi që të shprehen në lidhje me pyetjet që ju drejtohen përmes pyetësorëve, por edhe në takimet që bëjmë në nivel klase apo në takimet këshillimet individuale që ne bëjmë aty fëmijët shprehen janë të lirshëm dhe i tregojnë problemet me cilat ata përballen, pra përdoren forma nga ose edhe mësuesit besoj që ju sigurisht, edhe mësuesit janë orientojnë. një burim shumë i rëndësishëm informacioni për ne, veçanërisht mësuesit kujdestar të klasave, sepse ata i njohin shumë mirë fëmijët edhe për ne janë një mbështetje shumë e madhe. Nuk e di çfarë mund të themi në lidhje me kategoritë me të cilat punon një social në shkolla. Punojësi social në shkolla duhet të ofrojë shërbim për gjithë nxënësit. Pra gjithë nxënësit janë përfitues të këtij shërbimi, sepse në një mënyrë apo në një tjetër ne realizojmë takime në klasa ku janë prezente të gjithë nxënësit. Por duke qenë se numri i fëmijëve që kemi në mbulim është i konsiderueshëm, pra mund të kemi nga 350 deri në 500 nxënës, patjetër na duhet që ne të prioritizojmë disa kategori, po themi, fëmijësh që kanë më shumë nevojë për të marrë shërbim nga punonësit social apo dhe psikologët e shkollave, dhe kategoritë që i kemi më shumë në vëmendje janë fëmijët me vështirësi në të nxënë, fëmijët me aftësitë kufizuara për të cilët hartohen plane edukative individuale në bashkëpunim me mësuesit, në bashkëpunim me mësuesit ndihmës. Një kategori tjetër janë fëmijët të cilët kanë tendenca për të braktisur shkollën, edhe për ata sigurisht kërkohen ndërhyrje të veçanta në mënyrë që ti rikthejmë edhe të vijojnë rregullisht shkollën. Nxënës të cilët mund të kenë probleme sociale, ekonomike në familje, gjithashtu janë në vëmendjen tonë për të bërë referimet përkatëse tek institucionet që mund të ofrojnë këto shërbime. Nxënës që mund të jenë të varur nga përdorimi i teknologjisë apo nxënës që kanë varësi ndaj përdorimit të substancave, duanit, alkoolit apo dhe drograve të ndryshme, gjithashtu janë në vëmendjen tonë. Por edhe të gjitha ato kategori që në një moment të caktuar mirëqenia e tyre rrezikohet për shkak të ndikimeve të ndryshme apo faktorëve të ndryshëm dhe i konsiderojmë që mund të jenë të pambrojtur në një moment të caktuar. Këto janë kategoritë që ne punojmë kryesisht gjatë ditës. Çfarë lloj problemesh sociale adreson më shpesh një punonjës social në një shkollë? Kjo ndoshta edhe patjetër duke u bazuar në eksperiencën tënde. Bëj këtë pyetje për të ditur edhe për njohur edhe më shumë realitetin, sepse ndoshta prindrit që kanë fëmijë në një shkollë, ndoshta mund të jenë më të familiarizuar me këto lloj problemesh, por për gjithë ata që nuk dinë më shumë edhe nuk janë afër shkollës. Patjetër është kënaqësi që ti diskutojmë dhe ti ndajmë këto lloj problemesh. Përmes këshillimeve individuale apo dhe në grupe që ne realizojmë, aty problematikat marrin forma nga më të ndryshmet, që tek problemet emocionale, që kryesisht i ndeshim tek adoleshentët, sepse adoleshenca është një moshë shumë delikate, është një moshë që ndodhin ndryshime të jashtëzakonshme, të vrrullshme, themi ne, si në aspektin fizik, ashtu dhe emocional dhe social. Dhe fëmijët përballen me problematika të tilla, kanë luhatje të forta emocionale, kanë çrregullime të ndryshme, deri tek problemet e ankthit, depresionit, probleme konfliktuale me prindrit, që gjithashtu janë tipike të kësaj moshe, sepse karakteristike e moshës së adoleshencës është që fëmijët afrohen më shumë me bashkëmoshatarët edhe ndajnë më shumë probleme dhe personale me ta dhe fillojnë largohen pak nga prindrit e tyre, duke bërë që këto marrëdhënie shpeshherë të jenë konfliktuale, ndonjëherë dhe për gjëra shumë banale, shumë të vogla. Problemet të tjera që vinë në këshillim janë fëmijë të cilët kanë vështirësi në të nxënë, pra kanë vështirësi në arritjet akademike, edhe kërkojnë ndihmë se çfarë mund të bëjmë për të tejkaluar ato vështirësi. Siç e thash, nxënës që kanë probleme me frekuentimin, gjithashtu për të cilët ne hartojmë planet të veçanta dhe realizojmë ndonjëherë dhe vizita në familje që të kemi mundësi të tërheqim ata për të qenë prezent pranishëm në shkollë. Nxënësit me aftësitë kufizuara i kemi në vëmendjen tonë dhe në bashkëpunim me mësuesit ndihmës, që së fundi është shtuar goxha numri mësuesve ndihmës dhe është një mbështetje shumë e madhe për këtë kategori fëmijësh. Në bashkëpunim ne përpiqemi që ti ndihmojnë që ata të gjithë përfshihen, të integrohen dhe të ndihen të barabartë mes bashkëmoshatarëve. Ne ofrojmë gjithashtu dhe konsultime me mësuesit dhe
e thash që ata janë një burim shumë i rëndësishëm, jo vetëm informacioni për ne, por dhe një burim mbështetje, sepse dhe planifikimet që ne realizojmë për të ndihmuar fëmijët nuk mund të realizohen pa mbështetjen e mësuesve. Gjithashtu vizitat në familje që ne i bëjmë me kategoritë e nxënësve që kanë vështirësi në të mësuar apo nxënësve që kanë probleme me frekuentimin, ne ndihmojmë nxënësit njëkohësisht që të zhvillojnë aftësitë e tyre sociale, duke përmes veprimtarive sociale, përmes historive sociale, takimeve që bëjmë në klasa, i ndihmojnë që dhe promovojmë zhvillimin e aftësive sociale të tilla si të pranuarit e ndryshimeve, të diversitetit për shembull, apo të zgjidhjes së problemeve, të konflikteve, vetë kontrolli, respektimi normave sociale apo rregullave që në një institucion apo dhe jashtë institucionit. Këto janë disa nga veprimtaritë kryesore, por njëkohësisht ne punojmë pastaj edhe menaxhimin e rasteve të vështira, për shembull raste të bullizmit apo raste konfliktesh. Jemi aty ndonjëherë dhe në bashkëpunim edhe me aktorë të tjerë, oficerë sigurie, po themi, apo dhe polici, për të menaxhuar situata të vështira që mund të përballemi në shkollë. Pastaj në ato raste kur problematikat i tejkalojnë në kompetencat tona profesionale, kemi të bëjmë me situata për shembull të një ankthi të shtuar, të një depresioni, të probleme të shëndetit mendor të nxënësve, atëherë ne i referojmë këto raste tek shërbime të tjera që janë të specializuara dhe tek persona që janë ekspert për të trajtuar bazuar në një perspektivë tjetër më të specializuar pra këtë kategori fëmijësh. Edhe në takimet me prindër gjithashtu janë tema që ne i diskutojmë vazhdimisht me prindrit lidhur me çështjet e prindërimit efektiv, disiplinës pozitive, stilet e prindërimit, apo se si prindrit duhet të qasen ndaj fëmijëve të tyre adoleshentë, cilat janë karakteristikat e adoleshencës dhe çfarë duhet kenë prindrit parasysh kur prindërojnë me fëmijët me adoleshentë, sepse është një proces shumë i vështirë rritja dhe edukimi i fëmijëve, dhe këto të gjitha i kemi në fokus të punës sonë të përditshme. Edhe pak më herët përmende një ndër fenomenet më të parapura, sidomos vitet e fundit, jo vetëm në adoleshentët, por edhe më herët sikur është bullizmi. Prandaj duhet ndalem pak te kjo pikë, duke të pyetur se si ndikon ndërhyrja e një punonjësi social në parandalimin në këtë rast, në parandalimin e dhunës ndoshta apo edhe të bullizmit në ambientin e shkollës. Sepse nëse fenomeni ka ndodhur, pastaj ti e prezantove se si cilat janë hapat që u ndiqni, por e rëndësishme është të parandalojmë. Po, e vërtet. Fenomeni i bullizmit është kthyer tani në një dukuri vërtet shumë shqetësuese për shkollat tona dhe mënyra se si manifestohen këto sjellje bullizuese janë nga më të ndryshme, ato që nga bullizmi verbal, ai fizik, bullizmi social ose relacional që e quajmë ne, që ka të bëjë me përjashtimin e individëve nga të nxënësve nga grupet apo injorimin e tyre. Por ka dhe forma të tjera, bullizmi kibernetik për shembull, që është gjithashtu shumë një shqetësim shumë të madh dhe që është akoma dhe më i vështirë për të menaxhuar në institucionin arsimor. Ajo që ne përpiqemi të bëjmë për të minimizuar fenomenin e bullizmit është së pari realizimi veprimtarive, aktiviteteve ndërgjegjësuese me nxënësit në lidhje me pasojat që shkakton bullizmi, në lidhje me ato sinjalet që ata duhet të kenë parasysh për të identifikuar në kohë raste të bullizmit, sepse dhe nxënësit janë burim informacioni për ne dhe ata na ndihmojnë shumë nëse shohin që nxënës të caktuar në klasë kanë tendenca për të bullizuar të tjerët, edhe sa më herët ti kapim këto probleme, aq më mirë mund të ndërhyjmë dhe t'i trajtojmë ato. Gjithashtu dhe mësuesit marrin informacione të vazhdueshme se si të identifikojnë raste të nxënësve që bullizohen nga bashkëmoshatarët e tyre. Pastaj kur fenomeni ndodh, ne punojmë si me personat që janë viktima të bullizmit, ashtu edhe me ata që janë autorë të bullizmit. Përmes këshillimeve individuale apo këshillimeve në grup, këshillimeve në klasa, në raste të caktuara pastaj kur këto sjellje bëhen të përsëritura, ka dhe komisione brenda shkollës, siç është komisioni i etikës dhe sjelljes, që shqyrton rastin dhe në varësi të rastit propozon edhe masat që duhet të ndërmerren apo në disa raste edhe marrjen e masave disiplinore për nxënës që i kryen në mënyrë të përsëritur këto sjellje bullizuese. Si mendon, për çfarë arsye ndodh kaq shumë, sidomos vitet e fundit, fenomeni i bullizmit, cilët mund të jenë disa nga faktorët apo arsyet që nxisin
të rinjt, por edhe shumë më të vegjël, edhe fëmijët ndoshta në vitet e para të shkollës për të qenë gjithmonë edhe më tepër bullisues kundrejt njëri tjetrit. Arsyet mund të janë nga më të ndryshme, në fakt, duke filluar që nga këto perceptimi këtyre diferencave, qoftë në aspektin ekonomik, midis fëmijëve, apo kategoritë të tjera që ne shohim që bullizohen kryesisht janë fëmijët që janë me aftësi të kufizuara, që kanë probleme të shëndetit mendor, apo ndonjëherë edhe nxënës mund të jenë shumë të mirë në mësime. Dhe ata janë një kategori që bien shpeshherë pre e bullizimit për shkak të faktit që i dedikohen mësimeve dhe nuk bien ndonjëherë pre atij presionit social të bashkëmoshatarëve për të bërë gjërat që bën masa dhe që të ndikohen nga të tjerët. Këto janë disa nga faktorët kryesor që por besoj dhe teknologjia patjetër ka një rol të madh. Përdorimi shumë i madh i teknologjisë dhe ndonjëherë i pa kontrolluar edhe nga ana e prindërve bëjnë që bullizmi tani nga ai i drejt për drejt të kalojë edhe në këtë formën kibernetike. Dhe të përbëj shumë shqetësim për ne që punojmë në shkolla, por edhe për mësuesit, për prindrit e nxënësve që bien prej bullizmit. Ne do të kemi një tjetër shkëputje muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme, por në këtë moment e ndjekim këngën Më shumë dashuri. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të ta adhuroj me gjithë zemrën time. Do të ta adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të ta adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë prej teje në jetën time.
Rikthehemi sërish në studio për gjithë ju që sapo keni hapur radion. Vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus me Doriana Balli, punojëse sociale pranë shkollës Pandelit Sale. Jemi duke folur në ditën e sotme për rolin e punojësit social, por mbi gjitha edhe për gjithçka që ndodh pranë një shkolle në lidhje me sfidat, problemet e ndryshme që mund të has një punonjës social, por edhe gjitha ato probleme që i adreson tek prindrit, tek mësuesit edhe për te tyre. Prandaj në këto momente dua të pyes Doriana se cilat janë disa nga sfidat kryesore me të cilat përballet një punonjës social në mjedisin shkollor apo në institucionet arsimore. Ashtu si çdo profesion tjetër, edhe profesioni punonjësit social ka sfidat e veta, edhe veçanërisht to profesione që punojnë në mënyrë të drejtë për drejtë me njerëzit, janë profesione që janë shumë të ekspozuara ndaj këtyre fenomeneve të stresit profesional ose konsumimit profesional. Dhe ne na duhet që her pas here të punojmë edhe me veten tonë në mënyrë që të duke përdorur po themi teknika relaksimi për të kanalizuar të gjitha ato ngarkesat negative që ne marrim gjatë përballjes me problemet në përditshmërinë tonë. Kështu që kjo është një nga sfidat, konsumimi profesional. Një tjetër sfidë në institucionet arsimore është ngarkesa që ne kemi. Pra, pavarësisht se vitet e fundit është reduktuar numri i nxënësve dhe shkollave që ne kemi në mbulim, por përsëri një numër prej 350 deri në 500 nxënës është shumë i madh, duke pasur parasysh nevojat, problemet edhe nevojat për mbështetje që kanë fëmijët në ditët e sotme. Kështu që është e rëndësishme që të ketë një shtim të numrit të këtyre specialistëve dhe njëkohësisht të punohet në të gjitha shkollat në bashkëpunim psikolog, punonjës social për të mundësuar ofrimin e një shërbimi sa më të plotë dhe sa më efektiv si për nxënësit ashtu dhe për prindrit e tyre dhe për mësuesit. Një sfidë tjetër është edhe mungesa e bashkëpunimit në disa raste, sepse unë e thash që është çelësi i suksesit bashkëpunimi me aktorët e tjerë, por jo gjithmonë gjërat shkojnë ashtu siç do të dëshironim dhe ka dhe raste që mungon bashkëpunimi edhe në marrëdhënie me mësuesit, por edhe me prindrit, sepse ndonjëherë prindrit janë mosbesues ndaj asaj punës që ne bëjmë në shkolla, por ekziston dhe një kulturë që ato problemet që konsiderohen që janë në familje, pra duhet të ruhen të tilla private, të mbeten aty në familje. Të mbeten aty dhe kjo bën që ndonjëherë nxënësit të mos afrohen tek ne dhe të na i shprehin ato shqetësimet familjare që mund të kenë, duke qenë se duhet të thyet pak kjo lloj kulture. Le të mos harrojmë që këto probleme nuk mbeten familje sepse reflektohen nga sjellja, nga sigurisht veprimet e reflektohen, është kjo lloj kulture që ne duhet mos i nxjerrim këto probleme jashtë rrethit ton familjar dhe i ndajmë me persona të tjerë. Në fakt kjo gjë duhet të thyet patjetër dhe duhet që të kërkohet ndihmë profesionale, sepse sa më shpejt fëmijët, prindrit afrohen tek shërbimet që ne ofrojmë, tek punonjësi social dhe psikologu shkollor, aq më mirë mund të përballen edhe aq më efektivisht mund të përballen me problemet e tyre. Edhe mungesa e shërbimeve është gjithashtu sfidë, sepse pavarësisht se në Korçë ka shërbime sociale, por kryesisht ato janë të fokusuara në qendrat e mëdha në Tiranë apo në qytetet e mëdha dhe ndonjëherë do të kryesh referime te këto shërbime, por mungojnë shërbime për të adresuar nevojat shumë komplekse që mund të ketë një fëmijë. Dhe ne përgjithsisht punojmë me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve, bëjmë aty referimet, por ndodh që disa raste të ngelen edhe të pa adresuar apo të pa zgjidhura. Për shembull do të përmendja këtu rastin e braktisjes shkollore. Pavarësisht punës që ne bëjmë në shkolla, vizitave në familje, punës këshilluese me prindrit, me nxënësit, ka ende fëmijë të cilët nuk e frekuentojnë shkollën. Dhe në këto kushte mendoj që ndoshta do duhet të ndërmerren disa politika të tjera që të jenë më efektive, mbase politika për të mbështetur familjet, apo edhe mekanizma të tjerë të cilët mund të nxisin të frekuentimin e nxënësve në shkolla, sepse është një çështje shqetësuese. Sigurisht që ka dhe mjaft sfida të tjera, po do të ndalesha tek këto si më kryesore. Megjithatë krahas këtyre sfidave ne kemi dhe një mbështetje shumë të madhe, që në nivelet më të larta, në nivel të drejtorisë rajonale, në nivel zëvaje, me drejtuesit e shkollave, me mësuesit, edhe gjej rastin dhe t'i falenderoj për mbështetjen dhe për punën e tyre dhe për kushtimin e tyre. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte mesazhi që ti ke për
prindrit, duke qenë se janë aktorët kryesor me të cilët ju bashkëpunoni, por patjetër edhe mësuesit. Gjatë intervistës në fakt i dam disa mesazhe për prindrit, do thosha që duhet të jenë më bashkëpunues, të afrohen më shumë tek shërbimi, fëmijët njëkohësisht të vinë edhe të marrin ndihmë sa herë që kanë të nevojshme, duke mos qenë të ndjerë të kufizuar nga prindrit. Njëkohësisht ata duhet që të kalojnë kohë cilësore me fëmijët. Pra duhet të jenë suporti emocional më i fuqishëm i fëmijëve, dhe kjo arrihet duke kaluar kohë me ta, jo vetëm në sasi, por mbi të gjitha në cilësi, duke qenë të përfshirë në të gjitha veprimtaritë që fëmijët bëjnë, duke i kontrolluar ata për shkak të ekspozimit ndaj gjithë këtyre rreziqeve që ne i përmendëm. Ndërsa për mësuesit do të thosha që të vazhdojë të forcohet akoma bashkëpunimi i mësuesve me shërbimin ton, edhe mësuesit duhet të njohin botën emocionale të fëmijëve akoma më tepër, dhe duhet kuptojnë që para se gjithash, para se të krijojmë nxënës të mirë edhe të arsimuar, duhet së pari të jenë nxënës me vlera, edhe të punohet në drejtim të zhvillimit të aftësive sociale të tyre, të njerëzve me vlera, pra fëmijëve që mbi të gjitha duhet të kenë vlera dhe të jenë njerëz të mirë. Unë falenderoj Doriana për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ishte kënaqësi shumë e veçantë, ishim së bashku në studio. Pse jo, për të përcjellë edhe më tepër jo vetëm informacion, por edhe një lloj ndërgjegjësimi për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Ju falenderoj shumë dhe unë për programin tuaj edhe për ftesën që më bët. Është kënaqësi që të jem sërish në këtë program. Je gjithmonë e mirë pritur. Të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne këtu përfundojmë bisedën në studio. Për të shkëputur dhe për ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, rikthehemi së bashku pas pak.